Ligji për të rirë 32-37, që si thotë Sule. Pastaj do të thotë, ku janë perëndit e tyre, shkëmbi në të cilin u strehuan, ata që hëngrën dhjamin e flijimeve të tyre, që pinë verën e libacioneve të tyre. Libacionet në kupton pije me shumicë në rritjet fetale. Pra, në original janë ku janë perëndit. Këtu thot ku janë perëndit, ndërsa në Biblën hebraike thot ku janë Elohimët. Çfarë më bën më përshtypje këtu? Këto janë ca perëndi që han edhe pinë si njerëzit. Hëngrën dhjamin e flijimeve të tyre dhe pinë verën e libacioneve të tyre. Pra, që kanë perëndi me mishe me kocka vëlla, që han e pinë si njerëzit. Siç ha e pi dhe ai Yahweh, që ose siç në mitologji na përshkruajnë perëndit Zeusin me vera, me qefe, me kështu. Ka diçka që secën në të qenit Zot. Kur ndodhin këto gjëra. Se ti thu Zoti nuk ka. Unë nuk them asgjë. Kuptimin klasik të Jo, unë nuk them asgjë për Zotin sepse e pranoj të paktën krijuesi. në këtë drejtim e pranoj që është jashtë konceptit njerëzor për ta përfituar për të. Këtë ju pranoj besimtarëve. Në këtë jam plotësisht dakord. Ta Zota pas ka qenë ulkëm kryqe dhe Por hanin këto perëndit në sipas kësaj pas kanë qenë të hungër dhjamin e flijimeve të tyre dhe hanin atë dhjamin. edhe verë, pinin dhe verën e libacioneve të tyre, interesante.